Eliona përfshihet në një debat shumë të fortë me Benitën, ku tensioni rritet shpejt dhe situata bëhet tepër e rëndë. Gjatë përplasjes, Eliona shprehet e revoltuar dhe e zhgënjur nga sjellja e Benitës, duke thënë se ajo nuk sillet drejt dhe se veprimet e saj nuk janë as pak të ndershme. Ajo e akuzon Benitën se mendon vetëm për interesin personal dhe se është e gatshme të bëjë gjithçka për përfitime, pa u shqetësuar për mënyrën se si duket apo për respektin ndaj vetes dhe të tjerëve. Eliona vazhdon duke theksuar se, sipas saj, Benita jep një shembull shumë të keq brenda shtëpisë dhe se sjellja e saj është arsyeja pse lindin kaq shumë konflikte. Ajo thot se Benita përdor fjalë të rënda, provokon të tjerët dhe më pas mundohet të dalë viktim, duke mos marrë asnjëherë përgjegjësi për veprimet e veta. Tonet e Elionës janë të ashpra dhe të drejtpërdrejta, duke treguar se ajo e ka humbur durimin plotësisht. Nga ana tjetër, Benita nuk e pranon këtë mënyrë akuze dhe situata përshkallëzohet edhe më shumë, ndërsa banorët e tjerë mbeten të habitur nga ashpërsia e debatit. Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e tensionuar, me fjalë të rënda që lihen pezull në ajër dhe me një konflikt që duket se nuk ka zgjidhje të shpejtë. Ky debat mes Elionës dhe Benitës shënon një tjetër moment të fortë në shtëpi, duke treguar se marrëdhënia mes tyre është thellësisht e prishur dhe se përplasjet mes tyre po bëhen gjithnjë më personale dhe më të ashpra.